Shenjtje që Shën Angelina është një tjetër figurë jashtëzakonshme e cila sot na nderon si figurë e madhe sepse ka qenë një nën Tereza asaj kohe, okay? Ka jetuar asnjë ditë në Shërbi, ka jetuar, ka ikur, është martuar, ka lindur në Berat, vajza e Gjergj Rajanitit, Angelina, është martuar në Shkodër me princin Stefan Branko, pastaj i hunë një vit mbrapa dhe bën Branković serbët, shumë më vonë. Kanë vazhduar nga pushtimi otoman, janë tërhequr në Friuli, kanë jetuar në Friuli dhe pastaj ka ikur në Hungari, në Vojvodin ka bërë një manastir dhe i ka shërbyer të varfërve, leprozëve, malaritëve, gjithë të smurve dhe ka vdekur në atë manastir ajo dhe kanë bërë shenjtë pastaj. Po sot e kanë marrë shenjtë, serbët thonë në shenjtë Majka Angelina që ato, nëna Angelina. Po fakti që e kanë marrë serbët, ne e mohojmë tash. Nuk është e drejtë. Ajo nuk u bë shenjtë për serb. Serbët e morën atë. Por ato janë kanë të marrë dhe në Antanezën, po që se ne nuk e dojmë. Pra ne i braktisim dhe ato i marrin. Ato morën gjithë kishat mesjetare të Kosovës. Sepse ne i braktisim, ato i marrin. Sepse losin atë politikën e bukur të tyre. Anti-shqiptare thellësisht, sepse na e neverisin diçka. Kur na e neverisin diçka, ne e lëshojmë atë gjë.